ku më përmend edhe Bardhi, nuk ja mohoj që ka qenë një zë vërtet i palishëm shumë raste, po edhe simpatik i opozitës. Pra e shoh me dy këndvështrime Bardhin. Pavarësisht pasaj që nuk e te kalon vetën dhe nuk përballet si duhet me dukurit brenda partisë tij dhe partinë përballë tij. Pa duhet t'jesh i vërtet. Duhet ta pranosh vërtetën dhe kur të dëmton dhe personalisht. Në mënyrë që t'jesh i vërtetë, t'jesh i pranueshëm në këtë rang të politikës. Po ishte një nga zërat i cili mund të dilte jashtë kontrollit të Berishës, mund t'i, mbase janë pagjykuar dhe lidhet ti me persona të tjerë fuqishëm politik që sot janë prap në burg si ai. Besoj se si çdo njeri dhe ai në burg ka pasur kohën e dur, qetësinë e dur, përqendrimin e dur dhe ftohtësinë e dur për ta kuptuar se nga i ka ardhur e keqe. Mendoj që do t'i hapi ose do japi një impuls brenda se partije, sa e fuqishme do të jetë ky impuls nuk e di. Shpresoj të jetë aq sa duhet, por që besoj e ka njohur mirë Berisha. Edhe shpresoj të ketë një reflektim dhe të bëhet payback-un që duhet. Do doja të mirja një koment për ty për emrat e ministrave të qeverisë Rama. Çfarë të bëri përshtypje, çfarë ishte e pritshme dhe fakti a të duk një qeveri politike apo një qeveri teknike, sepse po përgatitej për Shqipërinë në BE, por tash më sjep, disa emra u konfirmuan, disa u zëvendësuan. Velie u lajmërua ditën e dieshme që u shkarkua nga Bashkia e Tiranës për të zëvendësuar me Manasterliu. Më bën dot një përmbledhje të asaj se çfarë pe ditën e dieshme dhe si është nga syri jot kritik. Tregon aftësinë e Ramës që fokuson njerëzit pranë televizionit, domethënë, se radio ka kohë që na kalon shënden, për të marrë vesh kush do zgjidhet. Në një kohë që nuk kam pas asnjë lloj interes. Se thelbi i qeverisjes për mua do të vazhdoj të jetë ai që ka qenë. Në filozofi politike thuhet nuk jemi ata që themi se do të jemi, po jemi ajo që kemi bërë dhe po bëjmë. Nuk kam parë nuk jam optimist për të thënë që është bërë një mrekulli, edhe nuk besoj kur dhe e kundërshtoj me forcë retorikën që vetëm këta na çojnë në Europë. Kjo është një politikë e cila është ndjekur dhe nga Putini. Ka qenë një filozof rus, i cili ka vdekur nga vitet 70, i cili është i libër shumë i bukur e një politikani po dhe shkrimtari polak, The Road to Unfreedom, dhe shpjegon se si është mbjellur ideja që ne jemi më të mirët, pa s'ka domethënë, ne jemi s'ka alternativë për zgjidhjet tona. Kjo është e pashmangshme dhe kjo po nuk ka zgjidhje dhe jemi zgjidhja vetme. Edhe pse mund të jemi mëkatar, pse po ne jemi zgjidhja vetme. Pra që njerëzit të mos shohin përtej atij realiteti. Dhe kjo ka zënë vend. Pasi vota ime është barabartë me votën e atij që nuk lexon apo nuk e lodh mendjen për gjendjen në cilën është. Dhe kjo është sfida e madhe e demokracisë. Vota e kriminalit është barabartë me votën e një devotshmi, e një hoxha apo të një prifti. Dhe nuk mendoj që ne duhet të lejojmë që kjo retorikë vazhdoj. Pra vetëm ky ekipi i madh i Partisë Socialiste e çon Shqipërinë aty ku duhet. Kjo është e tmerrshme. Çfarë ka këtu interesante, çfarë ka në një binjëri në këtë? Unë duhet di, njerëzit ndahen nga devotshmëria. Çfarë kanë bërë ata që u rizgjodhën
kaq devotshëm sa s'pas ka tjerë sa një ministre i kap gjitha ministrit me radhë. Çfarë ndriti këtu që meriton të jetë prapë? Dhe këtu nuk bëhet fjalë çfarë ndriti në raport me kryeministrin, çfarë ndriti në raport me ne. A ka votuar populli shqiptar sovrani për këto njerëz apo jo? Pse nuk u ofruan këta njerëz si qeveri hije? Kupton normal? Pra nuk mund të shkosh në zgjedhje në vendet me demokraci, me standarde që pretendon të jesh në Europë, pa një qeveri hije. Ta di me këtë më qeverisësh nesër. Se votojnë për deputetët për partinë kështu dhe na shkon atje me lista të mbyllura tjetër kush. Edhe pse votën mund ta marrë Romeo, po shkon normali, s'është kjo lista mbyllur. Votojnë për Ramën dhe Rama na sjell këta që nuk kanë lënë një gjurmë etj, apo mund të bëhen edhe pasaj për meme. Ta ndajmë, çfarë u bë mirë to? Romeo ka 10-12 ministër. O, çfarë ka ndritur ky njeri? Se dakor, eksperjenca shumë e mirë. Çfarë ka ndritur unë? Po ky tjetër që vjen nga hiç, çfarë ka bërë ky? Pa t'i shohim dy raste. Pa të shkojmë dy raste. Pra, meritokracia brenda partisë zero. Meritokracia e administrat zero. A jemi në sundimin e ligjit? Apo sundimin e personit? Po bëjmë zgjedhje, po tallemi? Kjo është karikaturë e demokracisë. Dhe njerëzit presin me emocion, kur kryetari i madh i partisë do t'i lëshojë copën atje. Edhe këto ditë njerëz s'kan faj çmendën.